është himenoplastika, që kërkojnë femrat dhe më vjen çudi që e kërkojnë akoma në këto kohë që neve jetojmë, sepse njerëzit mendojnë që ne ginekologët merrem vetëm me lindjet, por normalisht ne merremi me të gjitha patologjitë që ka trakti riprodhues, me vezorët, me mitrën, me vulvën, me vaginën, pra, dhe çdo element ka problemet e veta. Dhe kur na kërkojnë pjesën e himenoplastikës, them, po pse më goca, akoma kërkoni që ta filloni jetën tuaj mbi bazën e gënjeshtrës. Dhe në qoftë se keni një marrëdhënie të ndërtuar mbi këtë bazë, asnjëherë s'ka për të qenë marrëdhënie mirë. Është thjesht të gënjesh veten, të gënjesh partnerin. Mban mend një rast specifik që të është dashur të është kërkuar me ngul për ta bërë këtë gjë? Ne kemi kërkesa çdo herë në klinikë Genti që vini sjellin dhe thonë duam një raport për të parë a e kam të virgjër. Do të thënë, vinë prindrit për të sjellë vajzat dhe thonë ka akoma mentalitet, fatkeqësisht. Kanë gocat për t'i fejuar dhe thonë që duam t'jemi të sigurt që gocën tonë e kemi në rregull, duam një vizitë që të jemi të sigurt. Ndërkaq sigurisht që ne i kalojmë tek mjekësia ligjore. Themi janë probleme të cilat nuk janë pjesë e jona dhe s'kemi as tagrin për të dhënë letrën që është apo nuk është.